بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد من الله تجث مشروشت مشروبلوتت فاكت بكلمة الله تشوفش بدرجور أنتي محمد صلى الله عليه وسلم ذا من يتسلسلة تنديك إذا بسنة دير نتيجة نجوكيمي نقول ذا بسمتار الوسم الله عز وجل شتنا ببرتورة سيلت I ka pronë në shirë e Zotit, duke prezentuar në mezhliset e dijes, në të vende ku përmendet Allahu Azza wa Jall, ku përmendet i dërguar e tij, ku përmendet fjala e Allahut Azza wa Jall, pra Kurani familjar. E padyshim që Allahu Azza wa Jall atyre të cilët bashkohen në ato vende që përmendet Zoti, i dërgon disa melajke për t'i përgëzuar ata dhe për të prezantuar me ta. Elusëm Allahun Azza wa Jall që na bëj për atyre të cilët përfitojnë nga mëshira e Zotit dhe i kaplon për kjo mirësi. Sonte me Allah do të flasim për një histori tjetër nga Kurani familjar që Allahu Azza wa Jall ka përmendur në surën Yasin. Për ato tre profetë që Allahu Azza wa Jall i dërgoi tek një popull dhe ata i refuzuan të tre profetët e Zotit. Dhe Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin familjar: "Wadrib lahum mathalan ashab al-qaryati idh ja'aha al-mursalun." O Muhammed, tregoj ti banorëve të Mekkes, ata të cilët ti ju ke ardhur atyre si profet dhe nuk të besojnë ty. Tregoj për atë vend, për atë qytet i cili Allahu Azza wa Jall i dërgoi atyre disa profet. Ku Allahu më pas thot: "Idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون." Ne të dërguam këtij qyteti dy profet. Pasi që i dërguam dy profet, ata i përgënjeshtruan ato. Dhe i dërguam, thot, edhe një të tretë, dhe ata të tre profetët i thanë këtij populli të këtij qyteti: ne jemi të dërguarit e Zotit. Dhe ata thanë, pra banorët e atij vendi: "Qalu ma antum illa basharun mithluna." Nuk jeni ju gjë tjetër vetëm se njerëz siç jemi edhe ne. Pra çfarë pretendoni që jeni për profetë e Zotit të dërguar nga Zoti i gjithësisë? "Wa ma anzala ar-Rahmanu min shay'in in antum illa takdhibun." Dhe nuk ka dërguar, thotë, gjithëmërshirshme asnjë gjë, vetëm se ju jeni prej atyre që gënjeni, jeni prej atyre që mashtroni. E të dërguarit e Zotit i thanë këtyre: qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Zoti ynë thanë, e din që ne tek ju jemi dërguar si profetë të Zotit. Pra na mjafton neve Allahu Azza wa Jall që të di për veprën që ne jemi duke kryer. Dhe nga ana tjetër, zakonisht njerëzit kur flasin për fenë e Zotit, kërkojnë pak, se thua ti, që t'ia dinë të tjerët ato që po bëjnë për Zotin. Dhe ky mesazh, domethënë, edhe kjo përgjigje e profetëve të Zotit është mesazh për gjithë secilin për nesh. Pra mjafton që ti të përcjellësh mesazhin e Zotit. Nuk është e nevojshme që ta dinë tjerët apo s'ta dinë tjerët. Nuk është e nevojshme me të thonë tjerët: e valla, kështu që më the. Nëse thonë, ata kanë treguar respekt dhe mirënjohje. Ama nëse nuk thonë, nuk është e nevojshme për të thonë ty që e faleminderit apo e valla. Më pas ata thanë: "Wa ma alayna illa al-balaghu al-mubin."
dhe nuk na takon neve, pra vetëm se të përcjellim atë që na urdhëroi Zoti me përcjell, pra fjalën e Zotit. E banorët e këtij qyteti u përgjigjen duke thënë qalu inna tatayyarna bikum. Ne thënë për ju shpresim vetëm se keq. Ju jeni vetëm se na sillni domethënë fatkeqësi. Edhe zakonisht kjo ka ndodhur me të gjithë profetët e Zotit. Populli që i përgënjeshtrojnë profetët e Zotit, kështu i ka thënë Musait, kështu i kanë thënë shumë profetëve të tjerë që e keqja na vepër jush. La in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum adhabun minna adhabun alim. Nëse ju nuk ndaloni nga ajo që ju po flisni dhe po përçoni, me të vërtet neve do t'ju godasim me gur dhe do t'ju gjej juve pra një adhab, një dënim i mjershëm. E profetët e Zotit i përgjigjen këtyre njerëzve duke thënë qalu ta'irukum ma'akum. Tha jo, thë vallahi, por e keqja që ju pretendoni se vjen nga ne, nuk është nga ne. Sepse ne po ju udhëzojmë juve në rrugën e drejtë, në atë rrugë që Allahu Azza wa Jall pra kërkon që ju të ndihni. Por e keqja pra është nga vetja juaj. Dhe ajo që ju pretendoni se vjen prej nesh, jo vjen prej jush, sepse ju jeni të cilët pra i bëni shirk Zotit, ju jeni të cilët bëni fesad në tokë, bëni shkatrim në tokë, vini pra me harame dhe me gjunahe që Allahu Azza wa Jall i ka ndaluar. A in dhukirtum bel antum qawmun musrifun. Ne thot nuk kemi gjë tjetër vetëm se diçka që më thënë përkujtues ndaj jush, por ju jeni thot një popull thot që bëni fesad, pra musrifun, pra gjunaqar, pra gjunaqar të mëdhenj. E kur një burr, siç thot Allahu Azza wa Jall, wa jaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a. E kur një burr nga larg fshati i largët, jo qytet. Fillim Allahu Azza wa Jall thot ashab al-qarya, banorët e qytetit. Dhe më pas thot wa jaa min aqsa al-madina. Pra tani faktikisht Medina njihet si qytet, por kuptimi këto është fshat. Pra erdhi thot nga larg fshatit, nga skaj më i largët pra i atij vendit. Rajulun yas'a, një burr thot që me shpejtësi, me të shpejt. Dhe ky është Habib an-Najjari, siç ka thënë disa mufasir, pra emri i tij ishte Habibi. Dhe zanati i tij ishte Bujk. Pra i la punët e veta dhe u nis për të prezantuar tek të dërguarit e Zotit dhe për të ballafaqëuar me popullin e tij. Pra për të ndihmuar fenë e Zotit, të dërguarit e Zotit, dhe për të përkujtuar edhe popullin e vet. Siç Allahu Azza wa Jall pra përmend, qala ya qaumi ittabi'u al-mursalun. O popullim, tha, ndihni dhe pasoni tha të dërguarit e Zotit. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Pasoni ata të cilët nuk ju kërkojnë juve ndonjë shpërblim. Pra ato që ju po ja thon, nuk është se po ja thon në këmbim të një shpërblimi, në këmbim ndoshta të një rroga apo të një diçkaje që është për kësaj dunjaje, nuk po kërkojnë asgjë. Por ajo që ata po duan që ju të bëni është vetëm që të udhëzoheni në rrugën e drejtë. E më pas i tha ky Habibi, i tha wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. E unë i tha, si mos ta adhuroj krijuesin tim, pra atë i cili më krijoi mua duke mos qenur pra asgjë. Më krijoi nga hiçi. Dhe të gjithë ne thot tek ai do të kthehemi. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqadhun. A vallë thot duhet të marr unë përveç Allahut pra krijuesit të gjithësisë, ndonjë zot që ju e adhuroni,
Pra ndonjë zot të rrem që ju adhuroni, ndonjë gurë dhe druar apo statuet, pra që ata e bënin me duart e vete për të adhuruar kundrejt Zotit të gjithësisë, e nëse Allahu Azza wa Jall do të më caktonte që unë të pësoja ndonjë të keqe, këto zotët që ju adhuroni nuk do të më shpëtonin. Pse? Sepse Allahu pra është i gjithë pushtetshmi, i gjithë fuqishmi, dhe çdo gjë që ju adhuroni nuk i shpëton juve nga pushteti i Zotit. Nuk ju shpëton juve, nëse i luteni që t'ju shërojë dikush kundrejt Zotit, nuk i shëron. Nëse ju luteni atyre druarve dhe gurëve që t'ju pastrojnë, nuk ju pastrojnë. Nëse ju luteni që t'ju largohet një hall dhe një breng, pra nuk ju largohet një hall dhe një breng. Por është Allahu Azza wa Jall pra i gjithë pushteshmi, dhe në këtë mënyrë pra Habibi, ky burr, siç e përshkruan Allahu Azza wa Jall pra rajul, pra burr, i kujtoi atyre fuqinë e Allahut Azza wa Jall dhe të kotën që ata pra e adhuronin. Më pas Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an famëlar: La tughni anni shafa'atuhum shay'a wa la yunqidhun, pra ata nuk të shpëtojnë pra statuja që ju adhuroni. Inni idhan la fi dhalalin mubin. E në qoftë se do të isha për atyre që do të pasoja, siç po ju po pasoni zotat e juaj, me të vërtetë unë do të isha prej të humburve të mëdhej. Pra do të më humte e gjithë mirësia dhe begatia. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Më pas ky burr i drejtohet profetëve të Zotit dhe i thot: unë thot kam besuar në Zotin tuaj, fasma'un, dhe ndëgjoni prej meje. Për në e farë forme Allah Azza wa Jall tregon se ky burr i tërhoqi vërejtjen profetëve të Zotit, duke i thënë që unë jam prej atyre që po ju ndihmoj dhe po e besoj Allahun Azza wa Jall dhe jam kundra popullit tim, dhe fasma'un që do të thot realisht ndëgjoni, por qëllimi këtu është që dëshmoni. Pra që unë kur të vdes, jeni prej atyre që do të dëshmoni përpara Allahut Azza wa Jall që unë besova në të që ju erdhët. Unë besova në të që ju erdhët dhe i përgënjeshtrova dhe i refuzova popullin tim. Por populli tani i kërcënoi profetët. Dhe kur erdhi ky burr, i cili ndoli ndihmëtar profetëve të Zotit, ata u morën tani me këtë burr. Dhe e goditën dhe e vranë duke e shkelur ata me këmbë, saqë edhe zorrët i dolën nga barku. E Allahu Azza wa Jall thot: Qila dukhulil janna. I tha këtij burri, i tham thot atij, futu në xhenet. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Tha pasi që u fut në xhenet, tha se kur populli im ta dinin. Bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin. Në atë asikur populli im ta dinin, në atë që Allahu Azza wa Jall për më fali mu, më shëroi mu dhe më bëri mu prej të nderuarve, për më nderoi, më futi në xhenet dhe më dha të gjithë begatitë e Zotit. Kanë thënë shpjeguesit e Kuranit, pra ai në një farë forme, edhe pse u vra nga populli i tij, ndjeu përsëri keqardhje për popullin e tij, se si ata nuk arritën të kuptonin dhe të pasonin të drejtën e Zotit. Pra edhe pse u vra, përsëri ndjeu keqardhje për ta. Përsëri ndjeu keqardhje për ta dhe dëshiroi për ta që të ishin udhëzuar, edhe pse vranë atë. Edhe kjo është qëllimi më madhështor. Edhe pse ty të keq trajton ndoshta një person apo një popull apo dikush, ti përsëri do të dëshirosh për ta udhëzimin. Ashtu siç profeti sallallahu alaihi wasallam veproi me popullin e vet, dhe ashtu siç shumica e profetëve kanë vepruar me popujt e vet. Ku të gjithë profetët e Zotit janë përgënjeshtruar fillimisht nga populli i tyre, dhe pastaj një pjesë ka besuar dhe një pjesë ka mohuar. Por megjithatë, profetët e Zotit asnjëherë nuk e lënë
rrugën e Zotit, asnjëherë nuk e lanë thirrjen e Zotit, asnjëherë nuk e ndaluan dëshirën që ata të udhëzoheshin, edhe pse ishin kundërshtar. Ne dimë për historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku ata e përzuan profetin sallallahu alaihi wasallam nga vendi i tij, e luftuan më pas kur shkoi larg vendit të tyre, kur shkoi në Medinë, dhe përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam kur u kthye në Mekë, i fali dhe i mëshiroi ata dhe dëshiroi për ta udhëzimin. Pra kjo është qëllimi që duhet të ketë çdo musliman, edhe pse mund të hasi kundërshtar dhe armiq gjatë rrugës së tij, pra gjatë kohës së tij, pra që është thirrës, dhe gjithsesi për nesh është thirrës. Dhe pas Allahu azza wa jall thot për dënimin tani që i dërgoi këtyre njerëzve. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama'i wa ma kunna munzilin. Dhe ne thot nuk zbritëm thot nga qielli ndonjë ushtri për të shkatruar këta njerëz. Pra nuk ishte nevojshme që të zbrisim një ushtri, pra kaq të dobët janë ata. Dhe të gjithë ne realisht jemi shumë të dobët. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idha hum khamidun. Dhe nuk ishte thot dënimi atyre pra këtij popullit vetëm se një britm e Xhibrilit alayhis salam, dhe të gjithë thot ata mbeten të vdekur dhe të shkatruar. Pra, sado që të pretendojnë njerëzit që janë të fuqishëm, kanë apo posedojnë, vallahi nuk kemi asgjë, por është mëshira e Zotit që na mban mbi tokë. Pra njerëzit sot bëjnë shkatrime, njerëzit sot përgjigjësojnë Zotin, e shajnë edhe ofendojnë Zotin. Njerëzit sot vrasin dhe presin, siç e kemi parë, domethënë, me miliona, jo me 1-2, po me miliona vrasin. E përsëri Allahu azza wa jall është i mëshirshëm me ta dhe i lën ata që ata të kenë shansin më penduar. Por megjithatë çdo njeri do të varet si thua për këmbë të veta. Dhe ne lutem Allahun azza wa jall që e bëhet për tyre që të nxjerrë mësime nga këto histori të profetit, histori të Kuranit, ku Allahu azza wa jall pra na i përmend në Kuranin famullar. Dhe pas Allahu azza wa jall thotë ya hasratan 'ala al-ibad. Mirë thot për ata njerëz, pra për atë popull i cili e përgënjeshtroi apo i përgënjeshtroi 3 profetët e Zotit, ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. Mirë për ata të cilët thot kur i vinte atyre ndonjë profet, ata thot i thallshin ata. Alam yaraw kam ahlakna qablahum min al-quruni annahum ilayhim la yarji'un. A nuk e kanë parë ata se sa ne kemi shkatruar për popujve të mëparshëm dhe ata nuk janë kthyer më në dynja. Po ku janë kthyer? Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun. Por Allahu azza wa jall thot, ata nuk u kthyen në dynja, por ne thot do të ringjallem ata për të paraqitur ata përpara nesh për ditën e gjykimit që të japin llogari. Pra mirë për ata të cilët i vjen atyre mesazhi i Zotit dhe nuk janë ata që e pasojnë mesazhin e Zotit dhe bëjnë shkatrime në tokë, mirë për ata të cilët pra vdesin në këtë lloj forme duke qenë mohues së Zotit, se nuk ka më kthim mbrapa për të penduar, por do të dalësh përpara Zotit dhe Allahu azza wa jall padyshim do të jetë i drejtë me ty dhe do të dënojë pra me atë që meriton. Ne lutem Allahun azza wa jall, kjo ishte historia e këtij populli ku Allahu azza wa jall i dërgoi 3 profet, e përsëri ata i përgënjeshtruan të 3 profetët, e megjithatë Allahu azza wa jall në mesin e tyre dërgoi edhe një burr, që Allahu azza wa jall pra e përmend burr për shkak se besoi, qëndroi për krah profetëve të Zotit kundra popullit të tij, dhe kjo është një mësim për gjithësinë për nesh, pra që gjithmonë duhet të qëndrojmë ka e vërteta me në rrugën e Zotit, me të vërtetën, edhe në qoftë se shumica pra janë prej atyre që mohojnë apo kundërshtojnë, qoftë ajo pra qofshti edhe një i vetëm. Ne lutem Allahun azza wa jall që na bëj prej atyre që nxjerrin mësim nga këto histori, dhe lutem Allahun azza wa jall që nga ky mezhlis që qëndruam, Allahu azza wa jall na mëshiroj dhe na i falë të gjitha gjunahet. Amin, amin. Allahu e shpëlbej gjithë. Selamun alejkum wa rahmatullah.